Fermer! Si jeni, qa bëni? Lodh mërzit? Si po ju duket? E meriton të soni sfidën. Ja, unë kisha zemrën që zhveshur dhe me The Gallery. Mega pjesh, mega pjesh. Telenovimi ju tash vazhdon të jetë ende i hapur. I like her. Si po ju duket Ferma? A po pyet edhe mu? Kujt për rrot kari? Gjithë unë nuk e di ç'do bëj me macet. Po ç'do ndodhi me ato mace, mos e nuk po marr vesh ç'a po ndodh me ato mace. Macet ishin dhe arsyeja faktikisht që plasi zherri me Jonida, nuk kapën për flokës Jonida Malbora, ti je femër pa higjen, ki kujdes higjenën tënde. Dhe unë tash i pres. Dhe epitetet të tjera të tilla, të cilat burat duart në kokë. Por edhe unë do isha si Jonida, duke qenë që jam alergjik ndaj macës dhe minimum do pretendoja që mos flinte në dhomë, edhe pse për shembull te edicioni jon nuk se na pirte shumë sepse Sokoli konsideroj më banori fort akoma se edhe shumë banor aty, sepse kështu ishte fiksuar produksioni. Është vetëm fillimi, jemi te dita 8. Mendoni se ç'ndodh në ditën e 80. Por dhe neve nga ka dhije, nga ka urinu Sokoli në për krevatra, se kemi bërë kaq big deal.